Në fund të muajit maj të këtij viti, pritet që Shqipëria të antarësohet me të drejta të plota në nismën për transparencën në industrinë nxjerrëse, antarësimi i cili është edhe një kusht për integrimin e vendit tonë në strukturat europiane. Kjo nismë është një koalicion i qeverive, kompanive, grupeve të shoqërisë civile, investitorëve apo organizatorëve ndërkombëtar, me qëllim që të vendoset një kontroll ndaj biznesit në industrinë nxjerrëse, në mënyrë që ky biznes të kontribuojë më shumë në zhvillimin e vendit. Ky është një aktivitet që organizohet nga Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve në bashkëpunim me OSBE-n Zyrën e Tiranës. Dhe ky aktivitet zhvillohet për bërë publike raportin e Albeitit, që është institucioni shqiptar për transparencën e industrinë nxjerrëse. Një raport i vitit 2010 se si industria nxjerrëse ka kontribuar në zhvillimin e shoqërisë shqiptare. Kuksi është një zonë mineral mbajtëse e rëndësishme në Shqipëri dhe kjo është arsyeja që pse ne kemi zgjedhur Kuksin që të bëjmë 8 takim të tretë. Kjo është bërë e ditur gjatë një takimi të organizuar në Kukës nga Qendra për Zhvillim dhe Demokratizim të Institucioneve, ku në një tryezë të përbashkët janë diskutuar çështje që kanë të bëjnë me sektorin minerar, duke qenë se qarku i Kuksit njihet për depozitat e shumta mineral mbajtëse, të cilat aktualisht po shfrytëzohen pa kriter. Vitet 90 startuan rrënimin e minjerave të qarkut të Kuksit, ndër më të pasurat në Shqipëri. Statistikat e kohës tregojnë se në këtë industri ishin punësuar 15.000 punëtor, që së bashku me disa sektor ndihmës arrinin numrin 17.000 punëtor. Sektorët më të rëndësishëm ishin ato të nxjerrjes së bakrit dhe kromit, si dhe të përpunimit të tyre.